gjithmonë duke u referuar revistës Përpjekja, kam lexuar diku një material të atyshëm që bështe fjalë që elementi shqiptar, për herë të parë fjala albanezi, është përmendur gjatë një vjedhje në Dubrovnik, aty nga viti 1700-1800, diçka e tillë. Dhe askush nuk ka reaguar ndaj këtij fakti, askush nuk ka reaguar, dhe është kjo që vetëm kur është fjala për element në një farë mënyre që ngjizen me elementet otoman ka një farë reagimi. Pse ndodh kjo? Sepse me çfarë e kam shfletuar librin dhe kam lexuar pasazhe dhe shkrimet të ndryshme. Normalisht që aty zëvend edhe qasja mbi elementet, mbi ndikimin e perandorisë otomane në kulturën shqiptare. Unë në gjithë studimet e mia përdor, po them, një qasje kritike e cila ndryshon nga shumica e qasjeve të studiuesve të tjerë, të brezit edhe brezeve paralelse. Ju më tepër e keni edhe me metodikën, sesa me qëndrimin në vetvete. Metodika kam pas jo pak keqkuptime, edhe si statjo dhe polemika, edhe përpjekje për të më etiketuar dhe denoncuar, por logjika e fakteve është ma kokëfort se zhurma që bëjnë zhurma gjitë. Po të shikoni në vija shumë të shpejta gjithë historinë e shqiptarëve, kur them shqiptarë unë përfshi edhe ilirët, sepse gjithë faktet tregojnë që ka një vazhdimsi ilira shqiptare dhe na vërtet kemi prejardhje nga ilirët, atëherë mund në pika shumë të shkurta mund të shohim cilat kanë qenë pasojat e sundimeve të huja për të pa në këtë sfond pastaj edhe pasojat e sundimit osman, sepse kjo është mënyra për të shikuar realisht gjërat. Për shembull, në periudhën e sundimit pararomak, ilirët dhe iliria janë shtri prej lumit Istër, që është Slovenia sotme, për gjatë gjithë rrjedhjes së Danubit deri në detin e Zi dhe pastaj 8 pjetë në detin e Gje dhe ka përfunduar në Adriatik. Është një autor i shekullit 5, Pseudos Kimni quhet, që ka prezentu jetën e ilirëve në shekullin e 5 para pushtimit romak, në cilin fol për format e sundimit tek ilirët që thot qeverisen me August ose në variantin Helen të qytetit shtet, ose thot kanë edhe versionin e tretë të vetë qeverisjes, pastaj tregojnë që janë njerëz që lavrojnë tokën, që domethënë janë vendali, që janë njerëz të përkashtuar ndaj fesë, ndaj mikpritjes, janë optimist ndaj jetës e kështu me radhë. Pra ka një sistem të tërë vlerash. Këto vlera janë shkatërruar pothuajse totalisht me ardhin e sundimit romak. Sundimi romak ka sjell ndër tjera romanizimin e popullsisë, ashtu që 2/3 e popullsisë janë shkri, janë zhduk, janë romanizuar dhe ilirët janë të kurrë dhe janë defaktorizuar në skenën e historisë. Pastaj ka ardhur sundimi bizantin që ka vazhduar me një proces të ashpër të helenizimit të popullsisë, i cili ka ardhur deri në pikën kritike saqë Peter Bartell, një historian i famshëm gjerman, thotë që në kohën e kryqëzatës 4, domethënë vitin 1204, kur kryqëtarët e kanë pushtuar Konstantinopolin, thotë popullsi albanofone ka qenë vetëm një zonë relike e çunaj, zona e Matit. Aty ku në fakt ka lind edhe ajo që quhet shteti i Progonit dhe pastaj i Gjon Kastriotit. Ka bëj kjo edhe me qëndrimin e shtatmulërit në lidhje me luginën e Matit ku i vendos shqiptarët? Ajo është kontinuitet i vetmja zonë që ka ruajtur, zonë e pa romanizuar, ka qenë ajo zona e Matit. Dhe aty ka lind pastaj shteti i Progonit dhe kështu me radhë. Pra, pastaj ka ardhur sundimi serb, i cili e ka qu edhe matutje përpjekjen asimiluese ndaj shqiptarëve me zakonin e Cardushanit që ka ndalu të ashtu quajtur në herezi latine, pra i ka përndjek të krishterët latin dhe ka pas fe zyrtare vetëm ortodoksin serbe. Dhe në këtë kontekst pastaj kanë ardhur Osmanët. Osmanët kur kanë ardhur, popullsinë shqiptare kanë gjetë para zhbërjes, edhe etnike edhe gjuhësore. Me ramin e shtetit serb, popullsia albanofone përfundon të kurrja e saj dhe fillon një proces i konsolidimit të saj, i zgjerimit të saj demografik dhe në fundin e perandorisë osmane, popullsia shqiptare ka banuar deri në para lagjet e Beogradit, duke përfshirë edhe Nishin, Leskovcin, Vranjen, Manastirin, pra ka pas një kthim spektakular të popullsisë albanofone në zonat e vjetra ilire. Pra nga pikpamja demografike, nuk na rezulton që Osmanët kanë bo dëm demografik. Normalisht kanë qenë 500 vjetë pushtim,
brenda cilave ka pas periudha të bashkëpunimit edhe të lullëzimit ekonomik, por ka pas edhe periudha të kërëngritjeve, rebelimeve dhe keqkuptimeve dhe të mjerimeve sociale. Ndërkohë ju keni dhe një studim për legitimitetin e sundimit otoman, pra që duke gjukuar që konteksti kohës, sepse gjërat gjukohen në kontekstin e kohës, ai sundim ishte plotësisht i justifikueshëm nga gjitha pikpamjet. Sasja ime është pragmatike dhe shkencore. Duhet t'i shikojmë me të njëjtin shikim, edhe pushtuesit romak, edhe bizantin, edhe serb, edhe anxhuin, edhe osman, edhe italian, edhe gjerman. Sepse kjo mendësia islamofobike, kjo të gjithë të tjerët i ka amnestuar dhe merret tanë kohën si pllake prishun e gramafonit vetëm me pasojat e sundimit osman. Ndërsa, studiusit më serioz të periudhës sundimit osman, evropian, si që në Robert Mantroni, për shembull, Noel Malcolmi, Peter Bartley, pastaj edhe autor tjerë që Peter Sugari, për shembull shumë të tjerë, kanë nxjerrë konstatime që diametralisht të kundërta me konstatimet e historianëve shqiptar, të cilët për hir të së vërtetës duhet të thënë që studimet e tyre më shumë i kanë bazuar në tezat e historiografëve slav, serb edhe rus, sesa që janë studime mirëfilli. Pra, edhe nga kjo pikpamje, vetëm kam dhënë disa indikacione që kjo histori duhet të rishikohet, duhet të riinterpretohet në mënyrë korrekte të vendosen të gjitha pikat mi i dhe na të shohim cilat kanë qenë pasojat e të gjitha pushtimeve dhe cilat kanë qenë rezultatet e atyre pushtimeve, ashtu që na pastaj të kemi një pamje më të plot për të kaluarën tonë historike.